kur Allahu e dën një rab, çka ndodh ashtu? Djen në rrugë mëjore, apo a nuk smuesh kur? Çka ndodh kur Allahu e dën një rab? Çka ndodh? Ky hadith, do thotë, është në Buhari. Buhariu rahimullah këtë hadith e ka përmend tek komenti i ajetit sura Maryam që e më herët. Sa ata që besojnë dhe bëjnë punë mira, Allahu do t'ja mundson me i dasht. Dhe ata me dasht Allahu xhelalu ala. Edhe për me sqaru Buhariu se a din o robi Allahu çka i bën Allah me dasht, nën këtë ajet e ka thënë këtë hadith. Idha ahabba Allahu abdan, kur Allahu e don një rob, nada Jibril, e thret Jibrilin. S'ka krijes në tokën qiell më e madh se Jibrili atë. Ati Allah ja ka besu emanetin më të madh që ka pasur si dikush të ngarkohet me te. Apo ajo shpallje, më ia dërgu në tokë pejgamberëve ato që Allahu e don dhe ato që Allahu nuk e don. Jibrili është krijesa e vetme e cila i afrohet Allahu xhallahu ala në afërsi të caktuar që nuk mund t'i afrohet askush prej krijesave tjera. Jibrili është krijesa e vetme që Allahu kur don me shpall në vendim pëlqet qielli, sikur se ka në hadith, pëlqet qielli dhe të gjitha melaqet bin sejdë nga frika pe Allahu xhallahu ala, i vetmi i cili i lejohet me qëndru në këmbë për me ndëgju këtë shpallet Allahu xhallahu ala, këtë kumtes të Allahu xhallahu ala, është Jibrili. E tash që të Allahu e thret, a është kjo ndryshim i madh? Allahu fillimisht, pastaj pasaj e thret Jibrilin. Allahu tash çka po i shpall Jibrilit? Po jetoni pak me çto, kjo pak iluzione me hitini, kjo reale kjo. Wallahi kjo reale, kjo ndodh çdo ditë. Kjo ka mundësi më ndodh tash ashtu ndodh po kia. Ne nuk e dim. Në sabah ndodh, në akşam ndodh, çdo ditë ndodh kjo. Kulle yawmin huwa fi sha'n. Sikur se ka thënë sura Rahman, çdo ditë Allahu xhallahu ala e don dikon e urren dikon, e ul dikon e ngrit dikon. Çdo ditë ka lëvizje, ndryshime në kosmos, çdo ditë. Çdo ditë ti mund të bëj pjesë e kësaj. Nada Jibril, e thot Allahu Jibrilin. E pastaj çka bën me Jibrilin? Thot ja Jibril, inni uhibbu fulanan. La ilaha illa Allah. O Jibril, unë e du filonin. Allahu të përmend me emën. Unë e du filonin. Fa uhibba, edhe ti dush me dashur. Atëherë Jibrili e don filonin. Dhe posa të përfundon kjo me Allahun xhallahu ala, kthehet Jibrili dhe thret në 7 palë qiell. Sa krijes është aty o Zot. Kur ka shku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Isra apo dhe Miraj, kur ka shku pejgamberi më thot, nuk ka pas vend në qiell duke shku asa një plumb, kaq, s'ku mund me pa vend që s'ka pas melek i cili nuk ishte në ruku ose në kom ose në sejdë. Paramëna 7 palë qiell apo që toka veç mrena një qielli s'është kur gjë hiç. Nga se dielli bën pjesë mrena qiellit të parë. Apo ku është toka përballë? Po që kjo meditimi unë duhet me ecë ka çdo me kuptuar madhësinë e kësaj. Toka përballë diellit s'është kur gjë hiç. Ndërsa dielli është pjesë e qiellit të parë. E ku është qielli i parë, ku ka fundin e vllap? S'di se halon dielli kur s'ka mujt me shku atë. E ku është qielli i dytë, sa është ai i madh atë? E i tretë, e i katërtë, e i pestë, e i gjashtë, e i shtatë, 7 palë qiell. Pejgamberi sa është ngrit qiell më qiell, s'ka gjetë vend sa një plumb që s'kishte melek i cili nuk i falej Allahut azza xal. Shikoni këtë madhni o Allah. Dhe të gjithë këta tash Allahu alem s'ka numër, numerikisht nuk mund numerikisht këto me zbërthyja në asnjë rast. Apo të gjithë këtu e Jibrili po i thot, o ju banorët e qiellit, të gjithë po ngujnë. Të gjithë tash sa janë? Në të parën e në dytë të gjithë. Inna Allah yuhibbu fulanan fa uhibbuhu. Allahu xhalla xjalaluhu po e don filonin tokë, krejt e keni bashkë me dasht. Thot fa yuhibbuhu ahlu sama. S'ka krijes në qiell që nuk e don filonin atë. Wallahi me pali pa Allahu për çit punë veç. Me nejt në kry, ka 24 saat, i shkon pak atë. Adam e do me qëta me arrit po, rrin kry, 24 rast, s'ka buk, s'ka ushqim, s'ka kure, s'ka që, wallahi javlen atë. Javlen!
Kema që ka kërku Allah për neve shumë e thjeshtë Allah, për të mirën tonë, namazën e ka kërku, me falë, me largu për haramit, andaj subhanallah kare, dikush thot, hoq, apo më na kallëzu për shembull vlerën e kësaj pune, apo më na kallëzu për shembull vlerën e mbulesës, më mbulu një motër muslimane, me thonë, po Allahu dënë, i do ku shumë e thjeshtë kë punë, po ti a din çka, ti s'mush me arrit, kur që ma të madhe një tonë, arritja me madhe është Allah me dasht,